Allahu i lartësuar thot: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Është shfaqur dhe është përhapur fesadi në det dhe në tokë për shkak të gjunaheve që kanë bërë njerëzit, me qëllimin që Allahu i lartësuar t'i bëjë njerëzit të vuajnë një pjesë të pasojave të gjunaheve të tyre, dhe që njerëzit të kthehen tek Allahu, të kthehen dhe t'i binden Allahut të lartësuar. Ky ajet tregon se fesadi, që do thotë prishja, shkatrimi, është përhapur në tokë dhe në det. Sipas një komenti, në det do të thënë në vendet bregdetare, pra qytetet që s'janë bregdet dhe vendet që s'janë bregdet, por edhe vendet bregdetare. Është përhapur fesadi në to për shkak të gjunaheve të njerëzve. Fesadi tregon domethënë të këqijat që prekin njerëzit, provat në masë që prekin njerëzit, siç janë smundjet epidemike, thatësira, varfëria që bie në masë, zia, uria, thatësira e madhe, kur s'ka zhvieshi, shtrejtimi i çmimeve. Po këtu vjen edhe prishja e gjendjes fetare të njerëzve. Gjunahet sjellin gjunahe, edhe prishja e moralit të njerëzve. Pra, është përhapur fesadi, prishja, shkatrimi në tokë për shkak të gjunaheve që bëjnë njerëzit. Të këqijat vijnë nga gjunahet. Kur njerëzit lanë pas dore detyrat e fesë, lanë pas dore namazin, edhe detyrat e tjera të fesë, dhe bëjnë gjunahe, kjo sjell pasoja. Dhe ndër pasojat e tyre janë të këqijat që i prekin njerëzit në masë, mund të jenë smundje që përhapen në masë, mund të jetë thatësirë, mund të jetë shtrejtimi i çmimeve, mund të jenë qeveritarë zullumqar. Zakonisht këto çështje njerëzit mund të jetë pasiguri, mund të jetë frikë. Zakonisht këto gjëra njerëzit i lidhin me politikën, me çështje që ka të bëjnë me njëri tjetrin dhe nuk përmendin gjunahet. Nuk e kujtojnë që këto janë pjesë të gjunaheve, por në të vërtetë këto vijnë nga gjunahet. Kështu që njerëzit duhet të heqin dorë nga gjunahet që Allahu i lartësuar të përmirësojë gjendjen e tyre. Dhe Allahu e ka përmendur në ajetin e Kuranit që Allahu i lartësuar u lëshon këto sprova, domethënë këto dënime të gjunaheve, këto pasoja të gjunaheve, që janë një pjesë e pasojave të gjunaheve, nuk janë gjithë pasojat, nuk janë gjithë dënimet, por është vetëm një pjesë. Që njerëzit kthehen tek Allahu, që njerëzit të kthehen dhe t'i binden Allahut, la'allahum yarji'un, që njerëzit kthehen, kështu që në mënyrë që Allahu i lartësuar të përmirësojë gjendjen, të largojë të këqijat, duhet që njerëzit të kthehen tek Allahu. Duhet bëjnë tauba, të heqin dorë nga gjunahet, duhet të kryejnë mirë detyrat e fesë, duhet të ruhen nga gjunahet. Kështu përmirësohet gjendja, sepse mirësitë ikin për shkak të gjunaheve. Allahu ndron gjendjen për shkak të gjunaheve. Dhe në mënyrë që Allahu i lartësuar t'u kthej njerëzve mirësitë që u mungojnë, nëse janë kushte frike që t'u kthej sigurinë, nëse vuajnë nga varfëria, që Allahu t'u ndryshojë gjendjen. Nëse vuajnë nga zullumi i qeveritarëve, që Allahu t'u ndryshojë gjendjen. Nëse vuajnë nga shtrejtimi i çmimeve dhe kushteve të jetesës, që Allahu i lartësuar t'u përmirësojë gjendjen. Çfarë duhet? Duhet që njerëzit të kthehen tek Allahu, duhet të përmirësojnë gjendje. Kështu e ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin e Kuranit që e citova. Allahu shpëlefet mira, alhamdulillahi rabbil alamin.